Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilien këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar në fakt një lajm që ditën e djeshme u bë tepër viral në për të gjitha rrjetet sociale. Lidhja e dashurisë së Kristi Dragot edhe Xhodit, në fakt një lidhje shumë komentuar, një lidhje përfolur jashtëzakonisht shumë, domethënë u fol shumë për lidhjen e Kristit edhe të Xhodit. Të gjithë ishim sy e vesh të kuptojmë se çfarë është e vërteta, por nëse kthehemi pak më herët, edhe pse Xhodi nuk e pranoi, domethënë u shokua, u befasua, nëse kthehemi pak më herët në një intervistë që Kris Dragot ka patur për lidhjen e tij të dashurisë, ai ka thënë kështu: "Unë jam në një lidhje super lidhje, partnerja ka lindur në datën 19 mars, është shqiptare dhe nuk është e famshme." Tani do shohim Xhodi, kur ka lindur Xhodi, për shembull, a është 19 mars apo jo? Ja të bëjmë një kërkim teksa po bëjmë lajmin. Të shohim kur ka lindur Xhodi i Big Brotherit. Nëse është 19 mars, është Xhodi. Nëse nuk është 19 mars, po ky thotë që nuk është edhe, domethënë, nuk është e famshme, a? Tani Xhodi Skura ka lindur në Tiranë, domethënë është rritur me prindërit dhe me motrën e vogël. Për moshën nuk tregon, por që nuk është data 19, po domethënë para 6 vitesh Xhodi ka qenë 19 vjeç, sot është më e rritur. Nuk është se tregon moshën e saj apo datën se kur Xhodi ka lindur. Domethënë nuk tregon. I bie që, okay, nuk kemi një informacion për Xhodin. I bie që Xhodi nuk është në lidhje. Tash kjo thotë nuk është se dua të flas për këtë pjesën, e njoh, thotë jemi miq në Instagram. Unë komplimentova sytë e Kristi që është në Big Brother, por tani që e mendoj dhe Kris Dragot ka shumë sy të bukur, thotë. Me thënë, kjo ka dhënë këtë pëlqimin për Kristi. Ndoshta edhe pëlqen Kristi, nuk është diçka e keqe, Kristi është shumë djalë i mirë. Do doja që t'i shikoja bashk. Xhodi është vajzë fantastike, është shumë pozitive. Dhe mendoj që në një marrëdhënie të tillë do të ishin përshtatur jashtëzakonisht bukur. Çfarë mendoni ju? Është Xhodi dhe Kristi një lidhje apo jo?